Dhoma e përbashkët ishte e mbushur me zhurmë të lehtë, duke krijuar një tension të ndjeshëm mes banorëve. Një grup I vogël u mblodh rreth Xhenetës dhe kushtrimit, duke ndjekur me kujdes çdo fjalë që do të shkëmbehej. Xheneta, e vendosur dhe me sytë plot zjarr, I u drejtua kushtrimit me një kombinim vendosmërie dhe shgënjimi. Kushtrimi, filloi ajo, me një ton të qartë dhe të prerë, ti ke thënë që ke flirtuar me të gjithë shoqet. Ti nuk je real. Ke thënë se je single, por nuk je. Kemi qenë të dy bashkë në mbrojtje të njëri tjetrit dhe tani dukesh sikur nuk vlen asgjë nga ajo që kemi ndarë. Kushtrimi u ngrit pak më afër, me një shikim të ngatëruar. Ai nuk mund të fshite pak kënaqësinë dhe pak ndjenjen e fajit, por po përpiqej të ruante qetësinë. Banorët e tjerë e shikonin me kuriozitet, disa duke buzëqeshur lehtë, disa të shqetësuar për tensionin që po zhvillohej. Xheneta vazhdoi, duke bërë një gjest të ngadalë drejt tij dhe duke I dhënë byzylykun që I kishte dhënë si kujtim. Po të jap këtë byzylyk, sepse është kujtim. Kur dolën gjërat e tjera, ti fillove të filtronje me Dolcen. Mua qore nuk më bën dot, Kushtrimi, sepse të kam parë duke filtruar me Dolcen. Çfarë ndodhi atëherë? Kushtrimi u përpoq të përgjigjej, por Xheneta e ndërpreu, mos më gënje, mos e minimizo këtë gjë. Të kam parë. Nuk po flas për thashe theme, po flas për atë që ti ke bërë para meje dhe para të tjerëve. Dolce, e cila kishte qëndruar e heshtur pak më larg, ndërhyri me një ton qesharak dhe ironik, filtron për lojë. Xheneta. Thjesht për lojë. Xheneta e shikoi atë me një kombinim zhgënjimi dhe sfide, po ke filtruar për lojë, thuaj haptazi. A mendon që Dolce të pëlqen ty? Apo po tenton të bësh shaka me situatën? Banorët filluan të qeshin dhe disa filluan të komentojnë midis tyre, duke dramatizuar situatën. Klodi, që ishte afër, tha me shaka, kjo është drama më e madhe e javës. Xheneta ka kapur çdo detaj. Toni shtoi, duket sikur kemi një serial të vogël këtu. Kushtrimi nuk po di ku të fshihet, ha. Xheneta, megjithatë, nuk e humbi fokusin. Ajo ju drejtua Kushtrimit me më shumë vendosmëri, duke I shtuar tensionin dramatik. Shiko, nuk është çështje shakas. Nuk mund të përdorësh lojën ose flirtimin për të manipuluar situatën. Nuk mund të bësh sikur gjithçka është normale. Unë kam parë çdo gjest dhe çdo fjalë. Nuk po flas për thjesht thashe theme, po flas për atë që ka ndodhur përpara meje dhe përpara të tjerëve. Kushtrimit përpiqej të justifikohej, por fjalët e Xhenetës ishin të prerë dhe të qarta. Ai u shtrëngua pak dhe përpiqej të gjente fjalët e duhura për t'u përgjigjur, ndërsa banorët tjerë ndiqnin çdo lëvizje. Dolce ndërhyri përsëri, me një buzëqeshje ironike, po, gjithçka është lojë. Nuk është reale, vetëm një lojë e vogël midis nesh. Xheneta nuk e lejoi ta shmangte, po ke filtruar për lojë, thuaj haptazi. Mos e bëj si të ishte diçka tjetër. Ti po përpiqesh të maskosh emocionet dhe motivet e tua. Banorët filluan të qeshin më shumë, disa imituan gjestet të Kushtrimit dhe Dolces, duke I shtuar situatës një nuancë komike, por tensioni midis Xhenetës dhe Kushtrimit mbeti I fortë dhe I dukshëm. Xheneta vazhdoi me një intensitet të rritur. Kushtrimit, nuk mund të gënjesh apo të fshehesh ndjenja. Po të shohim lojën dhe flirtimet e tua, nuk mund të mashtrosh askënd. Nuk po flas për simpati ose lojë, po flas për realitetin dhe për atë që kemi ndarë ne të dy bashkë. Nuk mund ta shpërfillësh këtë. Kushtrimit u tërhoq pak, duke ndjerë presionin, ndërsa banorët filluan të komentonin me zë të ulët midis tyre. Disa e mbështetën Xhenetën, disa përpiqeshin të qetësonin situatën, duke e bërë ambientin të ndjehej si një skenë e vogël teatrale. Xheneta, me një gjest të ngadalë, ngriti dorën dhe tregoi byzylykun sërish, kjo është për kujtim. Për të kuptuar se nuk bëhet fjalë për lojë, por për besim. Nuk mund të përdorësh lojën ose thashethemet për të manipuluar. Çdo gjest ka pasur kuptim, Kushtrimit. Dhe unë e kam parë gjithçka. Dolce bëri një shaka për të lehtësuar tensionin, ha, po duket sikur jemi në një dramë të plotë. Kjo është Big Brother në nivelin më të lartë. Xheneta e mbylli rrëfimin e saj me një ton triumfues, por edhe të lodhur emocionalisht, po, Kushtrimit nuk është lojë. Nuk është për të bërë sikur nuk ka ndodhur gjë. Çdo gjest, çdo fjalë, çdo moment ka rëndësi dhe nuk mund të manipulohet. Historia ime, respekti im dhe kujtimet që kemi ndarë nuk mund të fshihen. Tensioni ul pak, por energjia mbeti e lartë.
Banorët që ishin duke parë gjithë situatën e kuptuan rëndësinë e momentit dhe filluan të komentojnë në heshtje. Shikimet e tyre ishin të mbushura me kuriozitet dhe respekt për vendosmërinë e Elionës. Ky debat tregoi se Big Brother Kosova nuk është thjesht lojë, por një vend ku emocionet, besimi dhe ndjenja e vërteta e secilit banor përplasen me lojrat, intrigat dhe manipulimet. Për banorët që ndodheshin aty, ishte një nga ato momente që do të mbeteshin të paharrueshme. Tension, qeshje, dramatizim dhe reflektim i pastër.